Atëherë mirëditë të nderuar koleg. Po rifillojmë mbledhjen e Komisionit për Bujqësinë, Ushqimin dhe Zhvillimin Rural. Mbledhja e sotme është me një renditje, shqyrtimi nën për nën i projekt ligjit për kontroll zyrtar dhe aktivitete të tjera zyrtare, të kryer për të garantuar zbatimin e legjislacionit mbi ushqimin dhe ushqimin për kafshët. Rregullimet mbi shëndetin dhe mirëqenien e kafshëve, si dhe shëndetin e bimëve dhe të produkteve për mbrojtjen e bimëve në Republikën e Shqipërisë. Kjo është nisë me kolegu ton deputetit Samira Salla, por është bashkuar tashmë edhe me propozimin e Këshillit Ministrave. Ne jemi komision përgjegjës dhe relator kemi kolegun Agron Gaza. Për të na ndihmuar në realizimin e kësaj mbledhje, kemi përfaqësues Ministrisë Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, zotin Ariani Auplari, zonës ministër, Eva Bica, drejtore e programit stabilizimit dhe harmonizimit kuadrit regulator, dhe Valdete Buca, drejtore e politikave të shëndetit bimëve, farave, fidanëve dhe plerave. Pra, ne jemi në këtë mbledhje në fazën e dytë, pra në fazën e diskutimit nën për nën. Ky projektakt ka ardhur sot në Komisionin e Bujqësisë, Ushqimit dhe Zhvillimit Rural, në vëmendje të këtij komisionit edhe bashkërendimin e Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural dhe dakordsinë e saj si propozuesi projekt ligjit për pasqyrimin në projekt ligj të amendamenteve depozituara me shkresën numër 5004 protokoll datë 24/6/2026 Ministrit të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, të gjeneruar nga procesi i rishikimit teknik harmonizues me drejtorinë e përgjithshme të shëndetit dhe sigurisë ushqimore në Komisionin Evropian. Ndryshimeve të miratuar në Komisionin Parlamentar për Europën dhe Politikën e Jashtme, nismën e deputetit Samira Salla, e cila gjen rregullim të plot dhe të përmirësuar në variantin propozuar nga Këshilli i Ministrave, si në variantin e integruar të projektligjit. Saktësime të referencave ligjore në pikpamjet teknikës bazike ligjzbatuese. Në vijim të shqyrtimit nën për nën të projektligjit, ne kemi një variant të integruar, të plot të përditësuar të këtij projektligji. Ndryshimet kryesore të reflektuar në variantin integral të projektligjit përfshin: së pari, miratimin e ndryshimeve të propozuara dhe të miratuara nga KEPJ-ja që lidhen me saktësimin e shënimit në fund të faqes parë të projektligjit për pasqyrim të plot dhe zëvendësimin e fjalës organet me fjalën trupat. Së dyti, saktësimin e referencave ligjore nga pikpamja e teknikës legjislative pas reflektimit të sugjerimeve, rekomandimeve dhe komenteve gjeneruara nga aktorët e përfshirë në procesin ligjvënës, procesi i konsultimit publik dhe procesi i bashkërendimit dhe koordinues të relatorit të projektligjit me Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural. Së treti, pasqyrimi në draft amendamenteve të propozuar me shkresën numër 5004 protokolli 24/6/2026 të Ministrisë Bujqësisë, të gjeneruar nga procesi i rishikimit teknikës harmonizuese me drejtorinë e përgjithshme të shëndetit dhe sigurinë ushqimore të Komisionit Evropian. Kemi në këtë paragraf, pra shtimin ose në këtë kapitull, shtimin e tokfjalçit standard referues që transpozon rregullat e legjislacionit e Bashkimit Evropian në Republikën e Shqipërisë në vijim të referencave dhe të akteve normative kombëtare me qëllim shmangjen e referimeve të drejtë për drejta ndaj rregullave europiane të cilat si institucionet Bashkimit Evropian nuk janë drejt për drejt të zbatueshme në sistemin ton juridik. Harmonizimin e terminologjisë së përdorur në ligj me atë të rregullores 2017/625, duke përfshirë rikuperimin e kompetencave si pika dalëse, riformulimin e detyrimeve institucionale dhe saktësimin e mekanizmave të delegimit. 3. Shtimin e disa dispozitave të munguara në draftin paraprak fillestar të tilla si regjimi i stabilizimit të biznesit ushqimor dhe trajtimi i bimëve të sjella si bagazh personal, shtuar pika 7 në 65 projektligjit. Korrigjimin e referencave të brendshme dhe ristrukturimin e kreut të fundit projektligjit duke hequr në 107 ekzistues dhe duke riorganizuar dispozitat ankesave të standardeve europiane. Së fundmi, pasqyrimin e plotë të nismës së propozuar nga deputeti Samira Salla në këtë variant integruar të projektligjit. Komisioni për Bujqësinë, Ushqimin dhe Zhvillimin Rural tekson
se këto ndërhyrje janë të natyrës tekniko-harmonizuese dhe synojnë përmirësimin e cilësisë ligjore, si dhe qartësinë së ligjit të zbatimit të tim praktik dhe për afrimin e mëtejshëm të legjislacionit shqiptar me akuis të Bashkimit Evropian. Dhe për mërsipër, Komisioni vendos që në apelim formal të hartojë dhe të miratojë një draft integral të plot të përditësuar të projektligjit me synimin qartësimin dhe saksimin e përmirësimit sipas tekstit që paraqesim përpara jush sot për votim. Pra të nderuar kolegë, jemi në këtë fazë kur projektligji ka ardhur mbas dakordësisë që Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural ka realizuar me përfaqësues Komisionit Evropian dhe po ashtu kemi integruar dhe komentet që na vijnë nga Komisioni për Marrëdhëniet e Jashtme dhe Integrimin në Parlamentin e Shqipërisë, i cili ka dakordsuar dhe ata në kuadër të integrimit disa terma. Pra, kush ka në një koment para se të kalojmë procesin e votimit, përfaqësuesi i Ministrisë? Shumë faleminderit. I nderuar kryetar, të nderuar deputet, i nderuar zotja Salla, tashmë ligji, ky projekt ligj është në fazën përfundimtare, kur çdo gjë siç edhe kryetari e saktësoi, është rakorduar edhe me komisionet e tjera, por ajo që është më rëndësishme, komentet nga Komisioni Evropian kanë ardhur pozitive dhe janë reflektuar të gjitha në draftin përfundimtar. Kështu që ne nuk kemi çfarë të shtojmë, jemi plotësisht dakord dhe mund të vazhdojmë me procedurën. Faleminderit. Faleminderit nderuar zotës ministër, zotja Salla, keni ndonjë koment? Megjithëse do ishit sapo vini nga kryeministria. Jo, nuk kam koment. Jemi dakord me çfarë parashtruat ju. Faleminderit. Ju faleminderit. Pra, kalojmë në procesin e votimit. Megjithatë kisha një koment në fakt që mbase do duhet parë gjatë procesit miratim në parlament. Në titullin e projektligjit do duhet saksonin diçka, zotës ministër. Nuk e di që është korrekt të thuhet për kontrollet zyrtare dhe aktivitetet tjera zyrtare të kryer të garantuar zbatimin e legjislacionit. Çfarë do thotë për kontrollet zyrtare dhe aktivitetet tjera zyrtare? Pse etiketohet zyrtare? Një edhe sekond, kam legjislacionit për ushqimin dhe ushqimin për kafshët. Po ushqimi i parë për kë është? Po pse që nga për ushqimin ton dhe për ushqimin për kafshët? Po pse nuk thuhet? Po derisa thuhet për kafshët, pse s'thuhet? Për ushqimin pra, për njerëzit dhe kafshët. Për rregullimet e shëndetit mirëqenies së kafshëve, si për shëndetin e bimëve. Dakord pra, për rregullimet e shëndetit e mirëqenies së kafshëve, si dhe për shëndetin e bimëve e të produkteve për mbrojtjen e bimëve në Republikën e Shqipërisë. Çfarë kuptimi ka kjo? Nuk është shqip kjo. Si dhe për shëndetin e bimëve e të produkteve për mbrojtjen e bimëve. Për mbrojtjen e bimëve dhe produkteve që shërbejnë në mbrojtje të tyre. Pra, është një përkthim ose nuk e di ku e keni gjetur, po sipas së opozitës është me inteligjencë artificiale dhe as ju nuk e shpjegoni dot, pse është një formulim kaq jo letrar. Minimalisht jo letrar. Dhe unë mendoj që në propozimin e zotit Asalla ka qenë krejt ndryshe, po ministria e ka sjellë këtë, se zoti Asalla s'e bënë dot të formulim kështu. Megjithatë, kemi bashkëpunuar tanë, kemi bashkëpunuar. Unë them që këtu nuk është shqip. Po, urdhëro. Unë mendoj që nuk është shqip, pastaj mund të jetë përkthimi mirë nga anglishtja, po shqip nuk është. Atëherë, nëse më lejoni të shpjegoj diçka, ky projekt ligj është që mbulon disa fusha, siç e tham, ushqimin për kafsh, mbulon shëndetin e bimëve, shëndetin e kafshëve dhe produktet për mbrojtjen e bimëve. Duhet të kemi një gjë, sepse të gjitha këto fushat kanë ligj specifik. Për shembull, shëndeti i bimëve vjet u miratua ligji për shëndetin e bimëve. Dhe terminologjia e kontrolleve zyrtare është terminologji shqip dhe e kemi në legjislacionin
sektorial, pra që nën kupton të ligji shëndetit bimëve flitet me kontrollet zyrtare. Gjithashtu dhe të ligji për shëndetin e kafshëve është e njëjta gjë. Dhe për produktet për mbrojtjen e bimëve jemi duke draftuar ligjin e ri për produktet për mbrojtjen e bimëve dhe ligji ushqimit ka ligj të veçantë dhe do bëhet edhe ligji i ri dhe është në përputhje të plot, pra terminologjia është shqip, ndërsa në lidhje me aktivitetet të tjera është një term që ne e kemi dhe punojmë çdo ditë. Aktivitetet të tjera nënkupton certifikatat fitosanitare, pra vrojtimet, monitorimet, pra i kemi terminologjinë. Nderuara drejtoresh, i gjithë shqetësimi im nuk shkon te brëndësia e problemet. Aty ju e dini, jeni ekspert, e ndiqni shumë mirë për gëzime dhe komplimente. Shkon te formulimi jo shqip i këtij titulli. Jo shqip, shqipja do fjalë shqip janë, po jo në gjuhë letrare. Megjithatë, mendoj që ta gjykoni edhe herë para miratimit në seancë plenare, nëse ky është versioni e fundit, do keni votën tonë me për vërejtjet letrare, jo për brëndësinë e projekt ligjit. Kalojmë në projekt aktin e për miratim. Kush është dakord me miratimin e këtij projekt akti në parim? Të gjithë kolegët pro, kundra s'ka miratim, abstenim s'ka, miratohet. Neni pari projekt aktit, dakord, kundra s'ka, abstenim s'ka, miratohet. Neni dytë, dakord, kundra s'ka, abstenim s'ka, miratohet. Neni tretë, dakord, kundra s'ka, abstenim s'ka, miratohet. Neni katër, dakord, kundra s'ka, abstenim s'ka, miratohet. Neni pestë, dakord, kundra s'ka, abstenim s'ka, miratohet. Neni gjashtë, dakord, kundra s'ka, abstenim s'ka, miratohet. Neni shtatë, dakord, kundra s'ka, abstenim s'ka, miratohet. Neni tetë, dakord, kundra s'ka, abstenim s'ka, miratohet. Neni nëntë, dakord, kundra s'ka, abstenim s'ka, miratohet. Neni 10, dakord, kundra s'ka, abstenim s'ka, miratohet. Neni 11, dakord, kundra s'ka, abstenim s'ka, miratohet. Neni 12, dakord, kundra s'ka, abstenim s'ka, miratohet. Neni 13, dakord, kundra s'ka, abstenim s'ka, miratohet. Neni 14, dakord, kundra s'ka, abstenim s'ka, miratohet. Neni 15, dakord, kundra s'ka, abstenim s'ka, miratohet. Neni 16, dakord, kundra s'ka, abstenim s'ka, miratohet. Neni 17, dakord, kundra s'ka, abstenim s'ka, miratohet. Neni 18, dakord, kundra s'ka, abstenim s'ka, miratohet. Neni 19, dakord, kundra s'ka, abstenim s'ka, miratohet. Neni 20, dakord, kundra s'ka, abstenim s'ka, miratohet. Neni 21, dakord, kundra s'ka, abstenim s'ka, miratohet. Neni 22, dakord, kundra s'ka, abstenim s'ka, miratohet. Neni 23, dakord, kundra s'ka, abstenim s'ka, miratohet. Neni 24, dakord, kundra s'ka, abstenim s'ka, miratohet. Neni 25, dakord, kundra s'ka, abstenim s'ka, miratohet. Neni 26, dakord, kundra s'ka, abstenim s'ka, miratohet. Neni 27, dakord, kundra s'ka, abstenim s'ka, miratohet. Neni 28, dakord, kundra s'ka, abstenim s'ka, miratohet. Neni 29, dakord, kundra s'ka, abstenim s'ka, miratohet. Neni 30, dakord, kundra s'ka, abstenim s'ka, miratohet. Neni 31, dakord, kundra s'ka, abstenim s'ka, miratohet. Neni 32, dakord, kundra s'ka, abstenim s'ka, miratohet. Neni 33, dakord, kundra s'ka, abstenim s'ka, miratohet. Neni 34, dakord, kundra s'ka, abstenim s'ka, miratohet. Neni 35, dakord, kundra s'ka, abstenim s'ka, miratohet. Neni 36, dakord, kundra s'ka, abstenim s'ka, miratohet. Neni 27, dakord, kundra s'ka, abstenim s'ka, miratohet. Neni 38, dakord, kundra s'ka, abstenim s'ka, miratohet. Neni 39, dakord, kundra s'ka, abstenim s'ka, miratohet. Neni 40, dakord. Neni 41, dakord. Neni 42, dakord. Neni 43, dakord. Neni 44, dakord. Neni 45, dakord, kundra s'ka, abstenim s'ka, miratohet. Neni 46, dakord, kundra s'ka, abstenim s'ka, miratohet. Neni 47, dakord. 48, dakord. Neni 49, dakord. Neni 50, dakord, kundra s'ka, abstenim s'ka, miratohet. Neni 51, dakord. Neni 52, dakord.
Neni 53 dakord, neni 54 dakord, neni 55 dakord, neni 56 kundra s'ka abstenim s'ka miratohet, neni 57 dakord, kundra s'ka abstenim s'ka miratohet, neni 58 dakord, neni 59 dakord, 60 dakord, 61 dakord, 62 dakord, kundra s'ka abstenim s'ka miratohet, 63 dakord, kundra s'ka abstenim s'ka miratohet, 64 dakord, kundra s'ka abstenim s'ka miratohet, 65 dakord, kundra s'ka abstenim s'ka miratohet, 66 dakord, kundra s'ka abstenim s'ka miratohet, 67 dakord, kundra s'ka abstenim s'ka miratohet, 68 dakord, 69 dakord, neni 70 dakord, 71 dakord, kundra s'ka abstenim s'ka miratohet, 72 dakord, kundra s'ka abstenim s'ka miratohet, 73 dakord, 74 dakord, 75 dakord, kundra s'ka abstenim s'ka miratohet, 76 dakord, kundra s'ka abstenim s'ka miratohet, 77 dakord, kundra s'ka abstenim s'ka miratohet, 78 dakord, 79 dakord, neni 80 dakord, kundra s'ka abstenim s'ka miratohet, 81 dakord, kundra s'ka abstenim s'ka miratohet, 82 dakord, kundra s'ka abstenim s'ka miratohet, 83 dakord, kundra s'ka abstenim s'ka miratohet, 84 dakord, kundra s'ka abstenim s'ka miratohet, 85 dakord, kundra s'ka abstenim s'ka miratohet, 86 dakord, 87 dakord, 88 dakord, 89 dakord, 90 dakord, kundra s'ka abstenim s'ka miratohet, neni 91 dakord, kundra s'ka abstenim s'ka miratohet, neni 92 dakord, neni 93 dakord, 94 dakord, neni 95 dakord, kundra s'ka abstenim s'ka miratohet, 96 dakord, kundra s'ka abstenim s'ka miratohet, sa gjate pas ke bëmë se mirë. Neni 97 dakord, kundra s'ka abstenim s'ka miratohet, 98 dakord, kundra s'ka abstenim s'ka miratohet, neni 99 dakord, neni 100 kundra s'ka abstenim s'ka miratohet, neni 101 dakord, 102 dakord, neni 103 dakord, kundra s'ka abstenim s'ka miratohet, neni 94 dakord, neni 105 dakord, kundra s'ka abstenim s'ka miratohet, neni 106 dakord, kundra s'ka abstenim s'ka miratohet, neni 107 dakord, kundra s'ka abstenim s'ka miratohet, neni 108 dakord, kundra s'ka abstenim s'ka miratohet, neni 109 dakord, neni 110 dakord, kundra s'ka abstenim s'ka miratohet, neni 111 dakord, kundra s'ka abstenim s'ka miratohet, neni 112 dakord, neni 113 dakord, neni 114 dakord, neni 115 dakord, neni 116 dakord, kundra s'ka abstenim s'ka miratohet. Kalojmë edhe në votimin në tërësi të projekt ligjit, kush është dakord? Të gjithë kolegët dakord, kundra s'ka, abstenim s'ka, miratohet. Shumë faleminderit përfaqësuesve të institucionit Ministrisë së Bujqësisë. Shumë faleminderit kolegut Asalla, përgëzime nga gjithë komisioni, na ke përfaqësuar denjësisht, edhe kështu vazhdofsh, në këtë linjë vazhdofsh. Shumë faleminderit.